Trupi gjykues me rak vendim. Aprovohet propozimi i prokurorit të Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës, sepse i njëjti ka bazueshmëri ligjore dhe atë në nenin 335 paragrafi 1.1 i kodit të procedurës penale të Republikës Kosovës, për shkakun se dëshmitarja Dragana Antonijević, edhe pse i është dërguar ftesa apo është bërë përpjekje që të sigurohet, e njëjta nuk gjendet në territorin e Republikës Kosovës, konkretisht gjendet në Republikën e Serbisë. Andaj, bazuar në këto shkaqe, del kryerresht lexohet proces verbali mi marrën në pyetje të dëshmitares Dragana Antonijević me datën 16/5/2024. Palën procedurën deklaruar se pse e kanë lexu përmbajtjen e kësaj deklarate, ndërsa për relevancën në lidhje me çështjen kryesore, trupi gjykues do të vendos me aktgjykim. Ne kemi edhe dëshmitarin e fundit propozuar nga prokuria, Goran Tanevski, i cili jeton në Republikën e Maqedonisë. Po ashtu gjykata disa herë me radhë ka bërë përpjekje për sigurimin e një videokonference me gjykatën e Shkupit, për të cilët janë përgjigjur se nuk kam poseduar pajisje, por kanë lënë mundësinë e hapur që në të ardhmen do të mund të realizohet një lidhje e tillë me gjykatën në Shkup. Dhe në këto momente nuk kemi ndonjë konfirmim. Sido që tjetë, kjo çështje do të rrinë pezull, nuk do të vendosur lidhur me të. Ne kemi pranuar edhe një parashtesë nga mbrojtësja Jovana Filipović në lidhje me një dëshmitar të propozuar, të cilin prokuria e ka pranuar me kohë. A mund deklaroni, prokuror? Po, me qenë se ne kemi marrë përmes e-mailit propozimin e mbrojtjes. Vetëm pak, se dëshiron me zgjerimisht. Urna, avokate, nëse keni me shtu diçka. Dva podneska je bilo u vezi sve. Dëshmitar kanë qenë dy parashtresa në lidhje me dëshmitarin. Da, u vezi iste stvari, da. Po, për çështje të njëjtë. Kjo tani, apo qëndroni tërësisht pranë atë rregull. Urna. Ndezë mikrofonin. E kemi marrë kërkesën e mbrojtjes sa i përket propozimit që ndëgjohet dëshmitari Miloš Radosavljević. Prokuria konsideron se ky propozim është kundërshtim me parimet ose parimet ose rregullat që ka përcaktuar Kodi i Procedurës Penale, për arsye se Kodi i Procedurës Penale referuar në 250 të këtij kodi, mbrojtja fillimisht nuk ka përmbushur obligimin e saj ligjor që bëron nga kjo dispozit, saktësisht referuar paragrafit në paragrafin 1.3 këtij kodi, sepse pas konfirmimit të akt akuzës dhe brenda afatit caktuar nga gjykata jo më vonë se 30 ditë të shqyrtimit fillestar, mbrojtja ka qenë detyruar të paraqes prokurorit njoftimin edhe gjykatës gjithashtu për emrat e dëshmitarëve që synon të thirrasë në këtë shëtim gjyqësor. Me qenë se nga shkresat e lëndës rezulton se dëshmitari në fjalë nuk është paraqitur në brenda afatit të ligjor nga ana e mbrojtjes, nuk ka pasur njoftim para prak apo të rregullt procedural për ta njoftuar prokurorin lidhur me këtë dëshmitar. Propozimi është paraqitur me vonesë dhe pas një arsye duke mos respektuar këto afate ligjore. Gjithashtu, nga këto rrethona, mbrojtja nuk mund të përfitojë nga shkeljet e veta procedurale, ndërsa pranimi i këtij propozimi nga ana e gjykatës do ta cënonte parimin e barazisë së palëve në këtë procedurë. Gjithashtu dëshmitari, përveç saj, është jo relevant
për çështjen penale, për faktin se i njëjti nuk ka dieni direkte për kryerjen e veprës penale që ka ndodhur me këtë datë, gjithashtu nuk jep dëshmi mbi ndonjë fakt vendimtar që lidhet me elementet e veprës penale, nuk paraqet alibi të strukturuar sipas standardeve ligjore, por vetëm pohim të përgjithshëm për praninë e të panderën e një vikendic pa pasur lidhje të drejt për drejt me kohën, vendin dhe rrethonat që lidhen me veprën penale. Dëshmitari propozuar nga ana e mbrojtjes nuk kontribon në vërtetimin e gjendjes faktike, por synon vetëm zvarritjen e procedurës dhe krijimin e konfuzitetit artificial në këtë shëtim. I mbrojtjes është tërësisht i paqartë, pasi që pjesa e propozimit që mbrojtja i referohet termit puniti u stubovec ose mbushja e stubave, i përmendur nga këtë akuzë është juridikisht i papranueshëm sepse interpretimin e këtyre termave e bën vetëm gjykata as si dëshmitari. Prandaj i propozojmë kësaj gjykate që ky propozim për këtë dëshmitar të refuzohet si pa bazuar nga ana e mbrojtjes. Faleminderit. Urdhna avokate Jovana. Poštovani sude, Nderuar gjykat, ky dëshmitar është propozuar për dëgjim, domethënë direkt pas dëgjimit të dëshmitarit Raden Edelković. Ne si mbrojtje jemi në fjalën hyrë se kemi cekur se gjykatës do t'i propozojmë provat në lidhje me dëshmitarët të cilët do të ndëgjohen në shqyrtimin kryesor e të cilët mund t'i ndihmojnë gjykatës që të zbardhet fakti se ku ka qenë dyshani në momentin kritik. Me këtë që Raden Edelković e ka përmendur Miloshin në shqyrtimin kryesor, mendojmë se është domosdoshme që isti ta sqaroj këtë fjalë stubat e cila domethënë përmendet edhe në akt akuzë. Tutje, dy parashtresa janë propozuar njëra pas tjetrës në interval kohor të njëjtë, prandaj theksojmë se kjo vërejtje PS-s nuk qëndron. E sidomos nuk qëndron për shkak të faktit që dëshmitarët të cilët janë propozuar mund të japin dhe kanë dieni të drejtë për drejtë dhe jo të drejtë për drejtë, pra me të cilën gjë mund të vërtetohet e vërteta në këtë çështje juridike. Gjithashtu konsideroj se nuk është çështje e prokurorisë speciale se cilat prova i shkojnë domethënë në favor mbrojtjes e cilat jo, dhe prandaj mbesim pranë propozimeve të dorëzuara që të ndëgjohen të gjithë dëshmitarët e propozuar. Edhe ne plotësim sa i përket kundërshtimit nderuar gjykat, sa i përket neni 250 të kodit procedurës penale, kundërshtimi jonë referohet saktësisht të drejtës tonë formale, sepse këto afate që ka përcaktuar kodi i procedurës penale janë afate prekluzive që mbrojtja realisht ka dështuar ose nuk ka mund të arritë të përmbush me kohë. Prandaj propozimi i mbrojtjes në rrethana të tilla që propozoi dëshmitar, përveç që është kundërshtim me këtë dispozit, e para është domethënë edhe absolutisht i pabazuar për faktin se ky dëshmitar nuk do të mund të tregojë diçka që mund na ndihmojë neve sa i përket ndriçimit të vërtetës këtë procedurë penale. Mirë, faleminderit. Pas propozimit të palëve, trupi gjykues me rak vendim, aprovohet propozimi i mbrojtëses të pandeurit Dušan Maksimović, avokatës Jovana Filipović, që në cilësinë e dëshmitarit të dëgjohet dëshmitari Raden Edelković. Miloš Radosavljević. Miloš Radosavljević, falni. Miloš Radosavljević. Me arsyetimin se dispozita e cekur nga prokurori
nuk e ndalën gjykatën që edhe në këtë fazë të procedurës të pranoj prova shtesë bazuar në nenin 346, paragrafin 1 të kodit të procedurës penale. Është e qartë që mes këtyre dispozitave ekziston një kolizion, mirëpo gjykata udhëhiqet për parimit in dubio pro reo, që do të thotë se me rastin e paqartësive për zbatimin e ndonjë dispozite në këtë rast, gjykata dispozitën i ndërton është në favor të drejtave të pandehurit dhe mbrojtjes së tij. Kësaj konsideroj se nuk ka pengesa formale dhe nuk afati prekluziv i humbjes së drejtës si parapor me nenin që i referua prokurori nuk qëndron dhe interpretohet në favor të pandehurit sepse ekziston një dispozit tjetër e cila lejon. Meqense se gjykata aprovoi propozimin e mbrojtjes për dëgjimin e këtij dëshmitari dhe kemi mbetur për të vendosur në lidhje me dëshmitarin Taneski, deri në seancën e radhës gjykata do të bëjë përpjekje të përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar që të sigurojë dëshminë e dëshmitarit Tanevski përmes video linkut me gjykatën e Shkupit. Në të ardhmen do të vendoset se si do të procedohet nëse kjo nuk është e mundur, no? Kush ka me fol? Unë. Sudja, Gjyqtar, ka qenë propozimi edhe për dëshmitar tjerë i cili ka qenë me parashtresë para këtij. Aty dëgjojmë gjithë dëshmitarët të cilët e kemi propozuar? Për këtë dëshmitarin e fundit, do të vendoset në seancën e radhës. redu. Atëherë këtu ndërpritet seanca, nuk kemi kushte. Urna Dushan, ti Milosh? Poštovani sudija, I nderuar gjyqtar, do doja ta sharojmë një fakt. Në akt akuzën e prokurisë speciale janë të theksuar apo të cekur 3 dëshmitar të mbrojtur, A2, F1 dhe X1. Me që ne në shkresat e lendës nuk e kemi deklaratën e dëshmitarit X1, po parashtrojmë pyetje se a ekziston fare ai dëshmitar apo është në pyetje gabim teknik. Bile në gjuhën sërb, spaku në gjuhën sërb është ashtu. Nderuar gjyqtar, ne i kemi bërë me dije gjykatës se ky dëshmitar lidhet kryesisht me dëshminë që ka të bëjë me vepra penale që lidhen me shpërlarje të paras. Prandaj në këtë rast, meqense të pandehurit ose mbrojtja Është veçu. po është veçu dhe ne ende nuk kemi marrë përgjigje sa i përket kësaj procedure. Edhe njerë, në këtë proces të veçuar nuk është i nevojshëm Nuk është i nevojshëm sepse dëshmia e tij lidhet kryesisht me vepra penale që kanë të bëjnë me shpërlarjen e paras. e qartë. Është e qartë për mbrojtjen? Rregull. Seanca sot me ndërpritet këtu, meqense gjykata aprovoi propozimin e mbrojtjes, seanca e radhës saktohet me datën 13 janar. Këshire? Po, 9:30. Deri në takimin e radhës, miru pafshim, faleminderit. Hajde, faleminderit.
9:30.